Ready? Ready? A e ke vënë re që para se të dilte programi i Lëvizjes Bashk, flitej vetëm për këneta, bufa e tepsi. Mbas prezantimit të programit ton, po shikojmë që të gjithë po flasin për pensionet, minimumin jetik, statusin e minatorit, taksimin e shtëpive bosh dhe shkollat me orar të zgjatura. Shiko, në fakt, sa e ka fushat elektorale në Shqipëri, partitë politike premtojnë, edhe të shkuarja në hënë mund ta premtojnë një ditë. Njëri thotë do i fusë në vetë, tjetri thotë do bëj Shqipërinë madhështore. Pastaj për shkak të propozimeve konkrete që ka bërë Lëvizja Bashk janë detyruar të marrin konsiderat edhe këto premtime. Sidoqoftë puna janë premtime të rreme, premtime të cilat nuk i kanë realizuar në 34 vjet që kanë qenë në pushtet, dhe premtime që një ditë do realizohen vetëm nëse do vinë në pushtet Lëvizja Bashk. Megjithatë, vetë fakti që i kemi detyruar kundërshtarët politikë që të mbajnë këto qëndrime është një hap përpara për ne, dhe të njëjtën gjë do vazhdojmë të bëjmë edhe nga fortoria e parlamentit. Faleminderit.